Fëmijët që fillojnë ta shohin nënën si armike nuk e kuptojnë se po dëmtojnë vetëm veten. Kur një fëmijë mban mlef ndaj nënës, largohet prej saj, e trajton me ftohtësi ose me fjalë të rënda, zakonisht ka 3 modele që përsëriten. Së pari, ata nuk dinë të pranojnë gabimin. Debatojnë kot, mbrohen edhe kur nuk kanë arsye dhe shpesh i flasin nënës me mungesë respekti, si të ishte dikush i huaj. Së dyti, shpërthejnë shpejt. Një fjalë, një keq kuptim, një moment, dhe ata i kthehen nënës pa menduar çfarë ndjen ajo, pa menduar sakrificat e heshtura që ajo ka bërë për vite. Së treti, bëhen të qëndrëzuar vetëm tek vetja. Çdo sakrificë e nënës merret e mirëqenë. Çdo gjë që ajo jep shihet si detyrim, jo si dhuratë, por e vërteta është kjo. Nuk ka nënë që ja dëshiron të keqen fëmijës së vet. Edhe kur gabon, ajo mundohet, ajo jep, ajo mban botën mbi shpinë. Prandaj mos ki frikë nga periudha kur fëmia yt të kundërshton, të ofendon ose nuk të kupton, ka rrugë për ta kthyer butësinë dhe respektin në shtëpi. Hapi i parë, mëso të heshtësh në momentet kur flitet me nerva. Mos debato, mos shpjego kaq shumë, mos i mbaj fëmijës pritshmëri që e rëndojnë. Hapi i dytë, mos e bëj gjithçka për ta. Lejo të kuptojnë se le ta kuptojnë vetë sa shumë ke bërë ti ndër vite, pa e treguar me fjalë, por me kufi të shëndetshëm. Hapi i tretë, mos vrapo pas miratimit të tyre. Kur një nën përkullet shumë për të mos e humbur fëmijën, ajo humb veten. Kur ruan dinjitetin, fëmia nis të shohë me sy të tjerë. Dhe hapi i katërt, mos haro se disa fëmijë kuptojnë dashurinë e nënës vetëm kur jeta u mëson pak dhimbje. Atëherë hapet zemra, atëherë kupton sa shumë e ke dashur, ti je nën, dhe dashuria jote ka një fuqi që asnjë ftohtësi s'mund ta shkatërrojë përgjithmonë. Nëse ky tekst të foli me shpirt, ruaje. Ndoshta një ditë do i duhet dikujt që e do.